Në Tryezë, të kalojmë te një tjetër linjë, sepse nuk rrim dot pa përmendur risin që ju keni sjellë së fundmi, keni sjellë linjën tuaj të suplementeve, yoga holistik, për gjendje si mbështetëse për gjendje të ndryshme shëndetësore. Si lindi kjo ide, na trego pak se për çfarë gjendje i keni krijuar, ku prodhohen edhe diçka më tepër rreth linjës tuaj. Duken shumë interesante si paketime, një shumë të veçanta. Të veçanta sepse unë jam marrë shiko. Nga kalimi afërsisht vetëm këto 5 vitet e fundit, unë mundem të kem kaluar më shumë se 7.500-8.000 njerëz në konsultat plota. Minimalisht po themi. Po themi një afërsi, se unë bash statistika, por po themi diçka në këto 5 vite. Dhe pa hyrë në vitet tjera më para, po pak në këto 5 vite. Dhe nga bisedimet që kam me njerëzit, shikoja që kur ne rekomandonin bim, çajra dhe elemente të tjerë suplementar organik, sepse njerëzit thonë, prit se ti je kundër suplementeve, pse flet për suplementet? Suplement quhet edhe një çaj, edhe një përzierje çaj suplement, sepse suplement është një shtesë ushqimore mbështetëse për atë që ti ke mangut në trupin tënd që nuk e plotson dot nga ushqimi. Pra dhe një çaj dhe një bim është suplement. Unë po flas për suplemente bimore, jo suplemente sintetike të prodhuar në fabrikë. Dhe në këtë rast njerëzit, duke ecur, duke bërë konsultat, shikoja që thonin, po ku ta gjejmë këtë? Nuk po i gjejmë dot, nuk po marrin dot këtë, këtu nuk ka si kjo, pra në shumë vende. Flasim në Angli, në Gjermani, në Itali, në Shqipëri, në Kosovë, kudo, se unë flas në një platformë në gjithë botën dhe rrallë mund të ketë një shtet që unë nuk kam komunikuar për problemet e shëndetit që mund të kenë pas njerëzit. Dhe nga kjo më doli një ide, thash, atëre pse mos i konfiguroj për problemet kryesore të disa gjendjeve shëndetësore, duke futur bimët kryesore. Dhe risia e këtyre është që nuk ka një produkt brenda ose një përbërës ose 2 përbërës, apo 3. Disa nga këto kanë 35 përbërës brenda, të një pjesë të tyre organike, të certifikuara. Një pjesë të tyre janë, ose të gjitha janë pa kimikate dhe pa metale të rënda, që është shumë e rëndësishme, pa aditiv, pa ngjyrus. Disa nga këto, më e pakta është njëra që është me 7-8 bim, me 7-8 përbërës brenda. Dhe nuk punojnë vetëm për një gjë. Prandaj do unë i kam ideuar, që nuk punojnë për shembull ajo që është për mëlçin, nuk punon vetëm për problemet e mëlçisë. Ajo fillon rregullon disa probleme në zor, rregullon disa probleme në tëmth, rregullon disa probleme metabolike, rregullon disa probleme në glicemi, pra në problemet e sheqerit gjak, dhe pastaj kalon edhe të mëlçia, sepse nuk është vetëm një problem. Prandaj edhe këto janë të veçanta në atë linjë që unë kam menduar. Unë jam marrë 4 vite me një kompani, pra pasi testova disa nga kompanitë në Europë, me një kompani u lidha dhe jam marrë afërsisht 4 vite për të riformuluar, për të rindërtuar, për të bërë produktin, për të kaluar ashtu siç duhet, për të bërë etiketimin, për të realizuar këtë lloj paketimi i cili të jetë i rigjenerueshëm, pra të jetë i riciklueshëm si paketim, të jetë elegant, të jetë i veçantë në formën e vet, dhe prandaj kjo është çu ka lindur kjo ide. Shumë njerëz i kanë testuar, i kanë provuar, si ka qenë reagimi i tyre? Atëre, dhe cili ka qenë suplementi më i kërkuar? Mund të kenë qenë disa, por rreth 85 deri në 90% njerëzve janë nivelet mbi mesatare lartë që i kanë testuar dhe kanë qenë të kënaqur. Mund të themi që mund të jetë diku një 10%, ndoshta edhe 15%, jo shumë të kënaqur dhe diku 5% të pa kënaqur fare. Themi realisht. Po sepse jo çdo produkt mund të veprojë me ty. Për shembull, edhe ti ku konsumon një hudhër, ku konsumon një çaj, ku konsumon një bim, ose çajin e kamomil, çdo gjë tjetër, or dhe një ilaç. A ke parë ti të njerëzit që përdorin një antibiotik ose një ilaç tjetër dhe nuk i bën efekt? Nuk bën efekt ilaçet në atë, sepse trupi jonë është shumë më i ndërlikuar se kaq dhe nuk mund të jetë një produkt që ti përfshi të gjithë njerëzit. Por megjithatë, unë prandaj kam futur tek një nga këto ka shumë përbërës. Ka 7, 8, 9 përbërës, 10, 12, 19. Për shembull, një për imunitetin ka 20 përbërës, të cilët janë pjesa kryesore bim të studiuara, të kaluara dhe për këto më kanë marrë rreth 3-4 vite punë për të angazhuar të. Ku prodhohen Altin? Këto prodhohen në Angli. Një nga kompanitë më që ka marrë çmimin, ka marrë 5 yje për drejtimin e pastërtisë, cilësisë dhe kualitetit, dhe që nuk ka asnjë vretje deri tani në historinë e saj të gabueshmërisë dhe të kontrollit. Dhe me kërkesat, këmbguljet që ti ke për produktet dhe për çdo gjë. Janë 20 produkte afërsisht. Se si mund mos ishte ky produkt kaq estetik, i këndshëm, elegant dhe me një paketim fantastik. Janë 20 dhe janë të gjitha halal. Të gjitha halal. Janë të gjitha halal në formën e tyre, disa janë të certifikuar organike, po pjesa gjitha janë halal si produkte. Për 20 gjendje shëndetësore? Jo, këto janë për rreth 75 dhe 85 problematika. Por janë 20 që
plotësojnë këto. Janë dhe për më tepër. Tani vinë dhe 3 produkte të tjera që janë avantgard dhe do jenë vërtet premium në atë. Unë i kam marrë nga 2-3 nga naturopatët e vjetër si formula, kam ideuar disa formula shtesë, duke punuar me kimistët edhe të kësaj fabrike, kemi futur dhe disa element shtesë për problemet e disa gjendjeve tjera shëndetësore që do jenë vërtet do jenë avantgard edhe për sistemi. A do të përdorin njerëzit të gjithë njerëzit suplemente? 3-4 nga këta janë vërtet formula avantgard edhe në botë. Në formimin e tyre, po, sepse janë kombinuar nga disa naturopat, po, sinergjia gjithë bashkimit për të realizuar gradualisht. Dhe ka një gjë, të gjitha këto i them njerëzve, se shumë njerëz thonë pse nuk na jep efektin me njëherë. Këto punojnë shumë gradualisht. Nuk punojnë, pra ashtu siç e do trupi jon. Trupi jon punon gradualisht për ta rregulluar apo për të rregulluar ekuilibrat. Dhe këto punojnë gradualisht dhe punojnë ngadalë. Nuk punojnë me njëherë dhe duan kohë dhe afate të gjata. Kjo është kryesorja. Kryesorja është që nuk kanë metale të rënda, nuk kanë aditiv, nuk kanë ngjyrosës, prodhohen në një nga kompanitë më të mira. Kjo është shumë e rëndësishme për një person që do... Dhe po ashtu kanë vënë prandaj unë kam vënë dhe emrin tim atje. Dhe ndoshta mund të jemi pari në gjithë tregun ton rajonal që unë kam vënë emrin tim në formën e këtij produkti. Me një përgjegjësi të plot. A duhet i përdor çdo i vit suplementet Altin apo sipas nevojave përkatëse? Me mundësitë, pa mundësitë që kemi sot për të marrë vlerat nga ushqimi. Jo, unë për vete nuk përdor jashtëzakonisht rrallë, pothuajse fare. Edhe në familje nuk është shumë e nevojshme të përdorësh, por në momentin që ti ke disa probleme dhe ke disa deficienca, ke disa çekuilibra, përveç ushqimit që është baza kryesore, ti duhet që edhe ta suplementosh pak më shpejt për të arritur atë gjendjen e ekuilibrit që ta rikuperosh trupin tënd dhe organizmin tënd apo pjesën tjetër të metabolizmit. Kështu që prandaj duhen disa shtesa, po nuk po flasim për magnez veçuar, për vitamin D. Këto unë jam kundër këtyre. Vitaminës D, magnezit, kalciumit, veçet, këto janë veç. Këto nuk kanë fare një gjë të tillë. Pra të kuptojmë. Një produkt ka për shembull 8, 10, 12 element, 14 element, nuk ka thjesht një. Nuk punon një element i shkëputur në trupin tonë se nuk e njeh trupi jon. Trupi jon do një si një frut, që një frut ka disa minerale, disa vitamina, ka disa element polifenole, antioksidant që të punojë. Nuk punon një vitaminë vetëm dhe një mineral, nuk mund të bëj çuditëra dhe nuk mund të bëj gjëra të jashtëzakonshme. Pra, ato që e thënë jo janë qetësuar pak nga magnezi, është përkohësisht për një moment. Nuk mund po nuk është zgjidhja. Problemi është të zgjidhim shkaqe dhe një nga problemet më të mëdha sot në mjekësisë në botë është problemi i shkaqeve dhe jo thjesht i kurimeve. Shumë suksese. Shumë interesante, ndoshta është një nga arritjet më të mëdha që ti ke deri më tani, të sjellësh një suplement në emrin tënd, edhe shumë të tjera që do të vinë besoj. 20 janë, do vinë bën 23 dhe mendoj të bëj edhe 5 të tjera të cilët do jenë akoma dhe më të veçanta, sepse kam rreth 18 muaj që punoj për disa riformulime të reja që janë vërtet veçanta dhe po testohen. Faleminderit shumë Altin, kënaqësi që të kisha këtu në Faleminderit juve, kënaqësi. Do të shihemi tashmë, ndoshta edhe përmes Skype-it, siç jemi mësuar tashmë çdo të mërkur për tematika të ndryshme shëndetësore dhe për të marrë këshilla të vlefshme nga Altin Joka. Kalofshi bukur ditën e sotme. Mirupafshim.